Laja përfaqësoj veten time dhe I shkoj përballë qytetarëve. Po shkon me siglën e Partisë Demokratike. Patjetër, unë jam I djath, kam qenë gjithmonë dhe nuk e kam mohu kur. Unë jam biles një djath më klasik se vetë PD-ja, se rrjedh nga një familje aristokratësh, bejlerësh, që kemi qenë në kohën e Metzogut dhe më përpara I përkas oborrit mbretëror, që do të thotë veten time e gjej të përfaqësuar te Partia Demokratike te e djathta, por jam akoma më I djathtë se e djathta, që do të thotë në këtë rast. Shkoj atje I pa konsumuar, nuk kam qenë kurrë në pushtet, PD-s jam bashku në opozitë në 2013, si njeri më afër PD-s, pavarësisht se kam bërë kauzat e mia publike dhe normalisht dal me fytyrën time. Jam një njeri I cili nuk kam asnjë mëkat, besoj tek shpreha secili kryqin e vet, kështu që unë I shkoj përballë qytetarëve, I kam ndihmuar pa mandat. Imagjinoni se çfarë mund të bëj për ta me një mandat që mund të jem në parlament. Nuk do bëj namin, patjetër, po do bëj paktën këto iniciativa ligjore që ju përmenda këtu dhe disa tjera që ne s'kemi kohë të trajtojmë, I kam programin tim, unë do dalë dhe t'i them. Patjetër, do jem në zëri tyre në Parlamentin e Shqipërisë, do jem non-stop për problemet e tyre. Nuk e di a mund të fus njerëz në punë siç bëjnë këta, po unë ja kam thënë publikisht. Jam një qytetar shqiptar, kam një pasaport, një gru, shtëpi nuk kam akoma, nuk ka problem, makinë kam, por jam një nga ata njerëz që nuk do blej vota. Pra në rast se këta mendojnë që Po se nuk I keni mundësitë financiare ndoshta. Jo, unë jam kundër blerjes votës sepse nuk mund t'i blesh dinjitetin tjetrit. Kjo është shumë e rëndë. Unë nuk mund ta fyj tjetrin t'i them ma blej votë. Asnjëri nga xhaketa nuk ka.